Edi i shpreh ndjenjat Dolces teksa qëndrojnë të ulur në një nga qoshet më të qeta të shtëpisë, larg zhurmës së banorëve të tjerë. Ai duket më i emocionuar se zakonisht dhe zëri i tij ka një ton më të butë ndërkohë që mundohet të gjejë fjalët e duhura. Pas disa minutash hezitimi, Edi më në fund i thot Dolces se ai ka filluar të ndjejë diçka më shumë për të, duke i pranuar se prania e saj e qetëson dhe e bën ta shohë lojën ndryshe. Dolce mbetet e surprizuar për një moment, por në fytyrën e saj shfaqet një buzëqeshje e butë që e tradhton emocionin e brendshëm. Ajo i thot Edit se ndjenjë për të ka pasur prej ditësh, por nuk ka dashur ta shpreh para kohe. Nga frika mos dukej si e nxituar. Tregimi i saj i sinqert e bën Edin të marrë guxim edhe më shumë dhe atmosfera midis tyre bëhet më e afërt dhe më e ngrohtë. Ndërkohë, disa banorë që i shikojnë nga larg fillojnë të këmbejnë komente, sepse kemi ditë që ata të dy shihen gjithmonë bashkë. Tani çdo gjë bëhet më e qartë, nuk ka qenë thjesht shoqëri. Dyshja nuk fshihet më, sepse shikimet dhe buzëqeshjet mes tyre tregojnë se diçka e re po lind. Biseda vazhdon gjatë, me të dy që flasin për mënyrën si e kanë parë njëri tjetrin që ditën e parë, se si kanë krijuar një lloj lidhjeje që ka ardhur duke u forcuar ditë pas dite. Banorët e tjerë fillojnë të thonë me zë të ulët se ky mund të jetë çifti i parë zyrtar i këtij sezoni të Big Brotherit. Sidomos tani që të dy e kanë pranuar hapur pëlqimin e tyre, Edi dhe Dolce duken më të qetë se kurrë, si dy persona që më në fund kanë vendosur t'i japin një emër asaj që ka ekzistuar mes tyre kohë të gjallë. Në shtëpi po krijohet një atmosferë e re rreth tyre dhe të gjithë presin se çfarë do të ndodhë më tej me këtë lidhje që po merr formë.